Shteti rrit kontrollin mbi paratë publike pas rritjes së shtesave për fëmijë në 30 euro. Ministria e Financave ka nisur një proces të gjenë verifikimi për t'i pastruar listat e përfituesve. Alarmi vjen nga largimi të mbi 37.000 qytetarëve nga Kosova vetëm brenda një viti, duke ngritur dyshime se mijëra fëmijë që jetojnë në emergjim vazhdojnë të paguhen nga buxheti i shtetit. Rreth 406.000 fëmijë në Kosovë marrin çdo muaj shtesa të rritura nga qeveria. Por jo të gjithë ata jetojnë realisht këto. Shifrat alarmante të emigrimit që i jep Agjencia e Statistikave kanë detyruar Ministrinë e Financave të nisë një aksion të rrept verifikimi. Qëllimi është i qartë, zbulimi i familjeve që kanë braktisur vendin për bashkim familjar, por që po vazhdojnë të përfitojnë jashtë ligjit nga skemat sociale të shtetit të Kosovës. Ka një numër të atyre që kanë përfituar dhe që nuk kanë qenë banorë të Kosovës.